Të nderuar mysafirë, drejtoria e shkollës, mësimdhënës dhe nxënës të dashur. Si për herë, edhe kësaj radhe, të motivuar nga heroizmi, atë dhe dashuria, sakrifica dhe rënja në altarin e lirisë e rënjëve dhe dëshmorëve të kombit, me krenari e me zemra plot zjarë e llaftari, sot kremtojmë 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. 18 vjetorin e shtetësisë sonë, të vullosur me vullën e historisë moderne të Kosovës. Vull e ngjyrë në gjakun e derdhur të bijave e bijve tanë, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës të cilën e gëzojmë sot. Dhe, për t'i dhënë sado pak ngjyrë festive kësaj dite kaq madhështore, me një program të shkurtër, kulturo-artistik simbolikisht, po shenojmë këtë ngjarje. Duke i uruar qaste të mira me programin ton, për fillim, për një fjalë qaste, kushtuar kësaj dite, ftojmë drejtoreshën e shkollës, zonja Drita Zaraj Qamide.
të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, të respektuar prindër dhe mësatërë. Sot nuk është një ditë e zakonshme. Sot është një ditë që zgjon kujtime, emocione dhe krenari të thellë në zemrat tona. Sot festojmë 17 shkurtin, ditën e pavarësisë. Kjo ditë erdhi pas shumë sakrificash. Ajo u shkrua me mund, me latë dhe me gjakun e bijve dhe bijave më të mirë të vendit tonë. Çdo pëllëm të tokës sonë mban histori qëndrese. Çdo familje shqiptare mban kujtime dhe dhëmbje krenarie. Ne sot jetojmë të lirë, falë atyre që besuan se liria është më shtrenjtë se çdo gjë tjetër. Falë atyre që nuk u dorëzuan kurrë. Falë atyre që deshën jetë e lirin më shumë se sa jetën e tyre. Le të ndalemi për një moment në heshtje në zemrat tona dhe të kujtojmë të gjithë dëshmorët që nuk janë më në jetës, por janë përjetësisht pjesë e historisë sonë. Të dashur nxënës, ju jeni vazhdimësia e kësaj historie. Ju jeni drita së armës së Kosovës. Sot arma jonë nuk është lufta, por dia. Librat që mbani në duar janë themeli i shtetit tonë. Me dije, me përkushtim edhe me punë të ndershme, ne e forcojmë Kosovën çdo ditë. Le ta duam vendin tonë, jo vetëm në festë, por çdo ditë. Le ta mbrojmë me sjelljen tonë, le ta ndërtojmë me punën tonë, le ta nderojmë me sukseset tona. Kosova është shtëpia jonë, është amaneti breza dhe përgjegjësia jona. Në këtë ditë të shenjtë, le të jemi të bashkuar, krenar dhe mirënjohës. Le të premtojmë se do ta çojmë përpara këtë vend me dinjitet, respekt dhe dashuri. Gëzuar 17 shkurti, gëzuar dita pavarësisë së Kosovës. Zoti e bekoft Kosovën dhe secilin prej nesh. Faleminderoj drejtoreshën e shkollës. E ftojmë profesoreshën Nuria. E ftojmë profesoreshën Nuria Hetemi për një fjalë përshëndetse me qenë se ajo del në penzion. Përshëndetje, të nderuar kolegë dhe kolegët shkollës mesmet mjekësisë Xheladin Dera. Të nderuar miq, sot pas 22 vitesh si profesoresh në shkollën e mjekësisë po e përmbylli një kapitull të rëndësishëm jetës time shkurja në penzion pas 35 viteve të pune. Ka qenë nderë dhe kënaqësi të punoj me ju dhe të jem pjesë e stafit. Ju falenderoj të gjithëve për bashkëpunimin, respektin dhe miqësinë ndër vite. Do t'i ruaj shumë me vlerë kujtimet tona. Ju uroj shëndet dhe suksese në punë dhe në jetën tuaj personale. Ju falenderoj nga zemra për këtë përbojë. Pensionime. Vazhdojmë tutje me programin me poezinë Amaneti i Nanës, interpretuar nga nxënësja Rumejsa Brahime.
zogu i vogël, që fluturon i lirë, mos ma ke parë të mbirë. Në përmalet të luftue, qarë minkun këtë tokë mos në zëtnue. Nja dy fjallë du me t'i thonë, kur bis shkato mos me i zonë. Edhe dy fjallë du me i qëndis, mos e ljarë Kosovën e derë të Sërbis. Mbaj e ljarë kokën e krenaris, ljarë le të frymon aroma i liris. Laja me gjak këto këtë tharë, që shtë shqiptarë t'ket emër në varë. Se dojna me lashaja që është tokë shqiptare, e jo qëto kush mundet me thonë e jona, e jo qëto kush mund me pushtu këto zona. Se kjo është vendi shqiptaris, pushka ju në këthyër drejt robris. Mos u bë argatit ratis, se pëshjet emri burëris. Birem, boj e besen, e fjallën e dhën, se Kosovës emri liri kemi me javën. Falemderojmë nxënësin për interpretimin dhe vazhdojmë me rrjedhën e programit. Me 3 këngë, kënga e pavarësisë, kënduar nga Vëllaja Motër, Eron dhe Bleona Qela, Avritet Pafajësia dhe Tahir Sinani, kënduar nga Nida Behrame, Anisa Tasholli, Tuana Murati dhe Amila Isufi. Përcjellur me çifteli nga Selman Hajdine, dëgjim të këndshëm. Sa shumë njerë
duhet e ju gra për gra. Atë të Drenicës, një valle tradicionale shqiptare, burim nga trevat e asajane, simboli qëndresës, trimërisë dhe shpirtit hiridashës. Andaj, me këtë simbolik të sakrificës dhe vendosshmërisë se popullit tonë për liri, nxënësit tanë do ta përcjellin porosin e atë dashurisë, respektit për të kaluarën dhe besimit në të nesërmen. Kjo valle, veçtirash, është edhe një veçori e identitetit tonë kombëtar. Vallja është përgatitur nga nxënëset Anisa Durmishe dhe Elona Berisha.
në përkujdesjen e profesoreshës Albulena Kurte. Përjetojeni këtë interpretim. Flokët e vjerë shpines, bashkë si kur